Hetimi për konfliktin armatosur në Laç ku u plagosën 7 persona dhe u arrestua deputeti Armando Prenga do të jetë gjithëpërfshirës. Pavarësisht se motivi i konfliktit mes familjeve Prenga dhe Cali është tenderi i lagunës së Patogut, burime nga prokuroria thonë se ky tender nuk do të jetë objekt hetimi. Grupi hetimor ka kërkuar nga Ministria e Bujqësisë procedurat e ndjekura për këtë tender vetëm për t'ia bashkangjitur fashikullit hetimor. Të njëjtat burime saktësojnë se kjo bëhet vetëm për të sqaruar se cili ka qenë motivi i ngjarjes së rënd. Sipas vendimit të Ministrisë së Bujqësisë, kompania Eduard Prengës, vëllai i deputetit të arrestuar, e ka fituar tenderin për shfrytëzim të lagunës së Patokut për një afat 10 vjeçar. Për këtë tender pas ngjarjes së Laçit foli edhe ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, dikasteri i të cilit vendosi kriteret për këtë tender. Sipas Panaritit, të dy ishin kushtet që plotësoi firma Tenki 01 e vëllait të deputetit. Paraqiti shumën monetare më të madhe me 40 milion lekë të reja dhe solli një drejtor projekti për zhvillimin e lagunës. Shkonte në 40 milion lekë të reja, krahasuar me atë që është klasifikuar i dyti, i cili ka pasur 3.8 milion lekë të reja. Se u përzgjedh një kompani që nuk kishte eksperiencë punën në atë fushë dhe u hodhën poshtë kooperativat të peshkatarëve që punonin aty për 20 vitesh. Më falni, para punës aty ka kritere. Nuk përfshiheshe eksperienca? Jo. Shikoni. Familja Cali e ka çuar tenderin në gjykatë dhe seanca e parë u zhvillua në 2 shtator 2 ditë para konfliktit armatosur, ku deputeti Prenga, sipas prokurorisë, plagosi një antar të familjes Cali.